Bot fjalë për një skandal, do me thonë, bankës botërore, kur gjëso ky skandali që jo tash të gjyku Faruk Mujka, çka është ky skandali tjetër. Kjo është Iber Lepensit, kanalit Iber Lepens. Edhe detajet e kontratës janë këto. Ky projekt ka qenë herën e parë 11 milion i tenderu. 2 milion e gjys kanë qenë punë të kryera. Tenderi o zvoglu në 6 milion, duke hekur pozicione. Faruk Mujka e ka shpall tenderin tjetër 13 milion. Dyshohet që janë keq përdorur 7 milion. Unë mendoj që prokuria do të mos zgjuh, do të me hetu seriozisht këtë keq përdorim milionësh edhe të merr masa shteti jonë ndaj këtij keq përdorimit shumë të madh. Që Faruk Mujka ku o mundu edhe këtu me zhvat, ku bo shpërthimi kanalin e Iber Lepensit s'fundi herë. Edhe këtu o mundu me zhvat në tender Faruk Mujka me keq përdorur edhe këtu, që këtu janë më të freskëta. Po dyshojmë njerë ka qenë 1 milion ka qenë tenderi, tani e kanë ullë. Kur kanë intervenu do gazetarë me do shkrime, e ka ullën 600, 400, do me thonë e kanë ullë çmimin. Po për afërsisht, do me thonë është nër 500. Faruk Mujka ka vazhdu apet mi punësu bashkëshortet e njerëzve që janë në pushtet fuqishëm, kështu që e ka punësu një gru, një drejtorit ekzekutiv në KQZ, i cili e ka emrin gruaja e vet, po ja tregoj veç inicialet në një B. Do me thonë kjo është shumë e saktë, se s'po du m'ja përmend emrin, po qoftë është nevoja, mediat e kanë edhe emrin, edhe këto emrin saj. O punësu në Iber Lepens pa konkurs, pa kurgjë. Do me thonë ka shkel rregullat